Sot do të eksplorojmë sekretet e harruara të ndërtimit mesjetar, teknika të zhvilluara nga fshatarët që sfiduan kohën dhe mbeten në këmbë pas 8 shekujsh. Para se të vazhdoni me videon, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë narrativa dokumentare si kjo. Në Anglinë rurale të shekullit GG, më shumë se 5.000 struktura mesjetare mbeten të ngritura, dëshmitar të heshtur të një epoke që shumica e konsideron primitive. Shtëpi fshati, hambar dhe salla komunitare të ndërtuara 800 vjet më parë rezistojnë aty ku ndërtesat moderne tashmë janë dorëzuar motit të keq, lagështisë dhe konsumit natyror. Inxhinierët bashkëkohor, të pajisur me instrumente precizioni dhe njohuri teknike të avancuara, i studiojnë këto struktura me kuriozitet në rritje, duke kërkuar të kuptojnë se si punëtorët pa qasje në gosht, beton ose vegla elektrike arritën të ngrinin ndërtime të një qëndrueshmërie të tillë. Përgjigjja e kësaj pyetjeje na udhëheq përmes një udhëtimi magjepsës nëpër njohuritë stërgjyshore evropiane. Për të kuptuar genialitetin e ndërtuesve mesjetar, duhet së pari të kuptojmë kufizimet materiale me të cilat ballafaqoheshin çdo ditë. Hekuri, në atë kohë, përfaqësonte një burim me vlerë të jashtëzakonshme. Një grush gosht hekuri ishte i barabartë me një ditë të tërë pune të rënë në fusha, një shumë e pamendueshme për familjet që mezi siguronin jetesën bazë. Kovaçët punonin me mund gjatë ditëve të plota për të prodhuar afërsisht 100 gosht, ndërsa makineritë moderne prodhojnë më shumë se 700 në minutë. Kjo mungesë e shndërroi çdo gosht në një objekt trashëgimie familjare, të kaluar brez pas brezi si një pasuri e çmuar. Kur strukturat e vjetra shembeshin, punëtorët kërkonin nëpër rënoja për çdo fragment metalik, duke rikuperuar dhe ripërdorur materialet që familjet e tyre kishin grumbulluar për gjatë dekadave. Romakët kishin zotëruar artin e betonit, duke ndërtuar ujësiellës dhe struktura monumentale që sfidonin imagjinatën. Megjithatë, me rënien e perandorisë romake, këto receta humbën, duke i lënë ndërtuesit mesjetar pa agjent lidhës të besueshëm, pa fiksues metalik të arritshëm, vetëm me dru dhe resurset që ofronte natyra. Ishte pikërisht ky kufizim i dukshëm që detyroi zhvillimin e teknikave revolucionare, metoda që, në mënyrë paradoksale, do të tejkalonin në qëndrueshmëri shumë ndërtime moderne. Sekreti i parë i kësaj urtësie stërgjyshore qëndronte te zgjedhja e drurit, një proces që nuk kishte asgjë rastësore. Mjeshtrit ndërtues mesjetar zhvilluan një marrëdhënie intime me pyjet rreth tyre, duke kaluar vite duke mësuar të identifikonin pemët ideale për çdo qëllim specifik. Një listë nuk ishte thjesht një listë për këta zejtar me përvojë. Analiza fillonte nga lëvorja, ku hullit vertikale të ngushta tregonin dru të dendur dhe rezistent ndaj kalbjes. Këndi i degëve zbulonte historinë e rritjes së pemës, duke ofruar informacion vendimtar mbi cilësinë e drurit të brendshëm. Degët që projektoheshin drejt lart tregonin rritje të shpejtë, rezultat i konkurrencës me pemët fqinje për dritën e diellit. Ky dru do të ishte i dobët dhe fibros, i papërshtatshëm për ndërtim. Nga ana tjetër, degët që shtriheshin horizontalisht sinjalizonin rritje të ngadaltë dhe të kontrolluar, duke prodhuar kokriza kompakte të afta të rezistonin për shekuj pa u kalbur. Zgjedhja e momentit të prerjes tregonte të njëjtin sofistikim. Pemët e prera gjatë dimrit kishin qarkullim minimal të lëngut, duke rezultuar në dru natyrisht më të thatë që në fillim. Kjo tharje natyrale do të thoshte që insektet gjenin pak ushqim dhe kërpudhat nuk mund të stabilizoheshin, duke eliminuar nevojën për trajtime kimike që thjesht nuk ekzistonin në atë kohë. Ndërtuesit mesjetar kuptonin instinktivisht ciklet biologjike që shkenca moderne do t'i shpjegonte. Vetëm shekuj më vonë. Kërkimi i vërtet i thesarit, megjithatë, përfshinte gjetjen e asaj që ata e quanin crux, drur natyrisht të lakuar që korrespondonin me harqet e nevojshme për strukturat e çative. Ndërtuesit kërkonin specifikisht lisat që rriteshin në shpatet e kodrave. Pjerësia natyrale e terrenit i detyronte këto pemë të zhvillonin fibra më të dendura dhe më të forta në njërin anë, sikur vetë trupi i pemës po bënte fiskultur kundër gravitetit gjatë gjithë jetës së tij. Ky dru kompresimi bëhej pjesa më rezistente e të gjithë strukturës. Kur një lis i përshtatshëm identifikohej më në fund, procesi i përgatitjes ndiqte protokolle të sakta të transmetuara gojarisht përmes brezave. Pema nxehej dhe sharrohej në mesgjatësisht, duke krijuar dy pjesë simetrike që do të formonin një hark gotik të përsosur kur anonin njëra kundër tjetrës. Natyra kishte bërë punën e inxhinierisë, ndërtuesit thjesht duhej të gjenin se ku i kishte lënë dhuratat e saj.
Një kasole e vetme fshatare kërkonte afërsisht 30 lisa të rritur, jo çfarëdo lisash, por ekzemplar specifik me lakime specifike dhe modele kokrizash specifike. Pyjet të tëra administroheshin nga brezat posaçërisht për të prodhuar dru ndërtimi. Teknika e përdorimit të drurit të njom, verde, përfaqëson ndoshta aspektin më kundërintuitiv të gjithë ndërtimit mesjetar. Mendimi modern insiston në tharjen e drurit për muaj, ndonjëherë vite, para përdorimit, duke u friksuar nga deformimet, çarjet dhe tkurrja. Ndërtuesit mesjetar bënin saktësisht të kundërtën, duke punuar me dru të sapoprerë dhe të ngopur me lagështirë. Kjo qasje në dukje e pamatur fshete një logjik gjeniale. Lisi i njom është i butë, çuditërisht i lakueshëm. Një nyje që do të duheshin orë të tëra për të gdhendur në dru të thatë, mund të formohej në pak minuta duke përdorur vegla bazë. Puna përparonte shpejt, veglat e çmuara të hekurit pësonin më pak konsum, dhe efikasiteti i procesit lejonte që projektet të përfundoheshin para se stinët të ndryshonin. Sekreti i vërtet, megjithatë, zbulohej në muajt pas ndërtimit. Ndërsa druri i njom humbte afërsisht 15% të peshës së tij në lagështirë, fibrat tkurreshin progresivisht. Nyjet e prera në këtë dru të freskët shtrëngoheshin si gjarpërinj shtrëngues që përqafojnë prenë e tyre. Sa më shumë që druri thahej, aq më të forta bëheshin lidhjet, një proces që vazhdonte për vite pas ndërtimit fillestar. Inxhinierët bashkëkohor kanë testuar këto lidhje dhe zbuluan se një nyje druri të njom e tharë siç duhet bëhet praktikisht e pamundur të ndahet pa shkatëruar vetë drurin. Ndërkohë, nyjet e gozhduara të ndërtesave viktoriane tashmë po shpërbëhen pas vetëm 150 vitesh. Krutks formonin shtyllën kurrizore të gjithë strukturës mesjetare. Këta drur të lakuar të çiftuar nuk u shpikën nga asnjë genialitet individual, u zbuluan nga ndërtues vëzhgues që vërejtën se natyra tashmë e kishte zgjidhur problemin e inxhinierisë strukturore. Kur dy nga këto pjesë të lakuara anonin njëra kundër tjetrës dhe bashkoheshin në kulm, formonin një hark gotik që transferonte të gjithë peshën e çatisë direkt në tokë. Nuk kishte forcë anësore që shtynte muret jashtë, nuk kishte nevojë për themele masive. Harku kujdesej për gjithçka. Kapaciteti mbajtës i këtyre strukturave sfidon pritshmëri. Një grup Krutks i montuar siç duhet mbante deri në 20 ton kash duke përdorur asgjë tjetër përveç gravitetit dhe fërkimit. 20 ton janë afërsisht të barabartë me peshën e 4 elefantëve të rritur që qëndrojnë mbi çati. Pa gosht, pa vida, vetëm dru që prek drurin në lidhje të llogaritura me saktësi. Forma e lakuar ofronte avantazhe shtesë që shkonin përtej kapacitetit të thjeshtë strukturor. Muret e sheshta e kapin erën si vela, duke marrë forcën e plot të stuhive direkt. Një hark, nga ana tjetër, lejon që era të rrëshjas nëpër sipërfaqen e tij, duke i devijuar forcat poshtë në vend që të lejojë goditje anësore. Ndërtimet në formë kutie rrafshoheshin nga stuhit, shtëpit me strukturë Krutks thjesht i shpërfillnin ato. Regjistrat arkeologjik konfirmojnë këtë qëndrueshmëri të jashtëzakonshme. Struktura origjinale Krutks mbeten në këmbë në Angli pas 800 vitesh stuhish të pandërprera. Ekzemplarët më të vjetër të datuar me analizë dendrokronologjike datojnë nga mesi i shekullit GE dhe shumë ekspertë besojnë se teknika mund të jetë edhe më e vjetër, ndoshta duke evoluar nga praktikat anglosaksone. Termi Krutk rrjedh nga anglishtja e mesme krok, me origjinë nga nordishtja e vjetër krka, që do të thotë grep, e njëjta rrënjë që i dha origjinë fjalës kroked, që do të thotë i lakuar. Lidhja midis këtyre drurve masiv pa asnjë fiksues metalik kërkonte nyje me saktësi të jashtëzakonshme. Nyja e vrimës dhe pykës duket mashtruese e thjesht në konceptimin e saj bazë, vetëm një pjesë drejtkëndëshe që përshtatet në një vrim. Drejtkëndëshe korresponduese. Pa ngjitës, pa gosht, asgjë përveç dru kundër drurit. Diferenca midis marangozëve mesjetar dhe ndërtuesve amator qëndronte në saktësinë obsesive me të cilën këto nyje priteshin. Pykat ishin qëllimisht të dimensionuara pak më të mëdha se vrimat që do t'i prisnin, ndoshta 1 milimetër e gjysmë mbi madhësinë e saktë. Kjo diferencë në dukje e papërfillshme krijonte presion konstant midis sipërfaqeve, vit pas viti, dekadë pas dekade. Kur stuhit rrihnin muret, këto nyje reagonin në mënyrë kundërintuitive. Në vend që të liroheshin, ato shtrëngoheshin edhe më shumë. Forca e erës e tërhiqte pykën më thellë brenda vrimës, duke krijuar lidhje progresivisht më të forta. Marangozët mesjetar zhvilluan më shumë se 20 variacione të kësaj nyjeje të vetme bazë.
Disa i rezistonin përdredhjes, të tjerat mbanin ngarkesa vertikale, disa specializoheshin në parandalimin e ndarjes horizontale. Çdo variacion ishte projektuar saktësisht për vendin ku do të instalohej në ndërtim, një bibliotekë zgjidhjesh e grumbulluar përgjatë shekujve të eksperimentimit praktik. Arkeologët bën një zbulim zbulues gjatë gërmimeve të strukturave mesjetare, disa nyje ishin lënë qëllimisht paksa të lira. Jo nga pakujdesia, por nga një strategji e llogaritur. Këto ndërtime duhej të lëkundeshin gjatë stuhive në vend që të rezistonin në mënyrë të ngurtë dhe të thyeshin. Fleksibiliteti ishte qëllimi. Ndërtuesit kuptonin instinktivisht parime që inxhinierët modern që studiojnë rezistencën sismike do t'i formalizonin vetëm shekuj më vonë. Kaviljet prej lisi, të quajtura tre naiz, bënin diçka që hekuri nuk do ta bënte kurrë. Kur lagështia depërtonte në një nyje, këto kavilje druri zgjeroheshin, duke krijuar një izolim vetë rregullues që bëhej më i fortë me shiun. Një gozhd hekuri në të njëjtat kushte do të ndryshkej, do të dobësohej, do të tkurrej dhe do të lirohej progresivisht. Ndërtuesit gdhenin kunja katror dhe i goditnin me çekan në vrima të rrumbullakta. Këndet katror kafshonin fibrat e drurit rrethues si dhëmb të vegjël, duke parandaluar çdo rrotullim ose lëvizje. Teknika e njohur si atle and daub, thurje dhe lyerje, daton të paktën 6000 vjet më parë. Procesi fillonte me thurjen, një rrjet e thurur me deg fleksibël lajthje ose shelgu të ndërthurura midis shtyllave vertikale, duke krijuar një strukturë të ngjashme me një kosh gjigant që siguronte stabilitet. Lyerja ishte një përzierje argjile, rëre, kashte, qimesh kafshësh dhe plehu të freskët. Plehu përmbante vajra natyral dhe fibra që e bënin përzierjen të papërshkueshme nga uji për dekada pa nevojë për mirëmbajtje. Muri i përfunduar thahej më i fortë se gipsi modern dryall. Performanca termike e këtyre mureve ishte e barabartë me afërsisht 15 cm izolim me fibra xhami moderne. Kasollet mbeteshin të freskëta gjatë valëve të nxehtësisë në verë dhe të ngrohta kur erat e janarit ulërinin jashtë. Kur stuhit godisnin, thurja dhe lyerja përkuleshin paksa, thithnin energjinë dhe ktheheshin në pozicionin origjinal. Muret e gurit çaheshin në të njëjtat kushte. Materialet e ngurta thyen, materialet fleksibël mbijetojnë. Kostoja e gjithë këtij sistemi ishte fjalë për fjalë zero në terma monetar. Familjet mblidhnin gjithçka nga tokat rrethuese, argjil nga brigjet e lumenjve, deg nga gardhet e kultivuara, ple nga gjedhët e tyre. Mbulimi me kashë duket në shikim të parë shumë primitiv për të merituar konsiderat serioze. Thjesht kashë e grumbulluar mbi një çati. Realiteti, megjithatë, kundërshton plotësisht këtë përshtypje. Një çati kashte e ndërtuar siç duhet zgjaste nga 40 deri në 60 vjet. Sekreti qëndronte pjesërisht te pesha, ose më mirë, te mungesa e saj. Kashta peshon afërsisht 3 kg për metër katror, ndërsa tjegullat e argjilës peshojnë pothuajse 2 fishin. Kjo do të thoshte që çdo tra, çdo nyje, çdo strukturë poshtë mbante gjysmën e tensionit. Çdo kërcell kashte ka një shtresë dylli natyral dhe kur uji i godet, ai rrëshet poshtë si shiu që rrëshet nga shpina e një rose. Mira këta kërcej, të vendosur në shtresa në kënde të pjerëta, krijojnë një efekt kaskad ku uji nuk qëndron kurrë mjaftueshëm kohë për të depërtuar. Këndi specifik i çatis, midis 50 dhe 55 gradë, u përcaktua përmes shekujve të eksperimentimit. Goditjet e erës me forcë stuhje në fakt e shtypnin kashtën më fort pas strukturës. Tjegullat moderne kapin ajrin nga poshtë dhe shkëputen. Kashta thjesht ulet më poshtë. Themelet paraqitnin një tjetër paradoks të dukshëm. Pa beton, pa shufra hekuri. Struktura që duhet të ishin fundosur në tokë mbeten të palkundura në terene që do të çanin një pllak moderne brenda 5 viteve. Zgjidhja përfshinte punën me tokën në vend të luftës kundër saj. Shtyllat e këndit mbështeteshin mbi gur të mëdhenj të shesh që funksiononin si raketa bore. Në vend të një shtylle të ngushtë që shponte tokën e butë, guri e shpërndante peshën në një zonë shumë më të madhe. Themelet moderne përpiqen të mbeten krejtësisht të ngurta, një betejë e humbur kundër lëvizjes natyrore të tokës. Ngritja nga ngrica ndodh kur toka e ngrirë fryhet lart në dimër dhe fundoset përsëri në pranverë. Strukturat mesjetare thjesht shoqëronin lëvizjen. E gjithë ndërtesa ngritej paksa në janar, ulej përsëri në prill. Ato nyje fleksibël e thithnin këtë valle sezonale pa u thyer.
Çatit me 4 pjerësi reduktonin ngritjen nga era me 40% krahasuar me çatit me 2 pjerësi me mure ballore të sheshta. Strehet e rënda që shtrieshin përtej mureve e detyronin erën të kthehej poshtë në vend që të depërtonte nga poshtë dhe të ngrinte çatin. Drurët diagonal të quajtur përforcues transferonin forcat anësore direkt në tokë. Trarët e çatis montoheshin plotësisht në tokë fillimisht, çdo nyje testohej, çdo kavilje fiksohej. Vetëm atëherë komuniteti i ngrinte në pozicion. Ndërtimet pozicionoheshin qëllimisht me anët e tyre të ngushta përballë erave mbizotëruese. Asnjë aspekt i ndërtimit mesjetar nuk mund të kuptohet i izoluar nga konteksti komunitar. Ngritja e një strukture të vetme, crux, kërkonte të paktën 20 të rritur që punonin në koordinim të përsosur. Një person jepte komandat, të tjerët tërhiqnin litarët, të gjithë shtynin saktësisht në momentin e duhur. Ndërtimi i shtëpive nuk ishte një projekt individual, ishte një ngjarje komunitare. Fshatrat zhvilluan sisteme specializimi përgjatë brezave. Të gjithë e dinin rolin e tyre para se të shfaqeshin. Ky sistem bashkëpunues krijoi rrjete detyrimesh. Ti ndihmon në ngritjen e mureve të mia këtë muaj, unë ndihmoj në mbulimin e çatisë tënde pranverën tjetër. I gjithë fshati bëhej i ndërlidhur përmes borxheve të ndërtimit që funksiononin si sigurim mesjetar. Shtëpia jote digjet? Askush nuk regjistron ankesë. Ata thjesht shfaqen sepse të kanë borxh dhe sepse një ditë do të kenë nevojë për të njëjtën ndihmë. Njohuria kalonte gjithashtu përmes këtij sistemi. Pa plane, pa manuale të shkruara, vetëm duar me përvojë që udhëhiqnin ato më të reja. Shtëpitë e ndërtuara në dekadën e viteve 1970 tashmë shfaqin probleme strukturore domethënëse, ndërsa strukturat mesjetare mbijetuan 8 shekuj stuhish dhe luftërash. Nyjet akomodojnë shekuj të uljes së tokës pa u qarë. Toka lëviz, ndërtesa lëviz me të. Muret e thurjes dhe lyrjes marrin frym. Lagështia hyn dhe del lirisht. Ndërtimet moderne të vulosura hermetikisht shprehin çudi kur myku merr kontrollin. Zemra e lisit përmban tanine natyrale që helmojnë çdo kërpull ose insekt që përpiqet ta glabërojë. Pa trajtime të nevojshme, pa kimikate të aplikuara. Kur diçka eventualisht konsumohej, ndërtuesit mund të ndërronin pjesë individuale pa prekur pjesën tjetër. Punëtorët e restaurimit heqin një dru të vetëm, përshtatin një të ri dhe largohen. Ndërtesa mezi e vëren. Inxhinierët modern të tërmeteve tani studiojnë këto struktura mesjetare për të kuptuar parimet e fleksibilitetit. Fshatarët që nuk mund të paguanin për gosht, aksidentalisht shpikën dizajnin rezistent ndaj tërmeteve. Trashëgimia më e qëndrueshme e këtyre ndërtuesve ndoshta nuk është ndonjë teknikë specifike, por dëshmia se kufizimet mund të gjenerojnë inovacion. Pa qasje në gosht, zhvilluan nyje superiore. Pa beton, krijuan themele që akomodojnë lëvizjen në vend që t'i rezistojnë asaj. Pa materiale të industrializuara, mësuan të përdorin atë që ofronte natyra në mënyra që respektonin vetit natyrore të materialeve. 800 vjet mbeten në këmbë. Jo si rënoja të ruajtura, por si struktura funksionale që vazhdojnë të strehojnë njerëz dhe aktivitete. Secila prej këtyre ndërtimeve përfaqëson një dëshmi të heshtur të genialitetit njerëzor, të aftësisë për të krijuar zgjidhje elegante me burime të kufizuara, të urtësisë që shfaqet kur komunitetet bashkëpunojnë përgjatë brezave në kërkim të objektivave të përbashkët. Herën tjetër që do të kaloni pranë një prej këtyre strukturave të lashta, ndoshta në një udhëtim nëpër zonën rurale angleze, konsideroni historinë e mishëruar në çdo dru të lakuar, çdo nyje të saktë, çdo murthurje të ndërtuar me kujdes. Atje është koduar njohuria që u deshën shekuj për të zhvilluar dhe që pothuajse e humbëm në nxitimin ton drejt të resë. Atje është prova se ndonjëherë rruga në dukje e gabuar, rruga pa burime moderne, pa materiale të industrializuara, pa vegla të sofistikuara, është në fakt rruga e duhur. Mjeshtrit e mbulimit me kash ruajnë traditat që datojnë prej mijë vjeçarësh, duke përshtatur metoda të lashta për kontekste moderne, ndërsa ruajnë esencën e praktikave të zhvilluara nga breza zejtarësh anonim. Arkitektët dhe inxhinierët bashkëkohor të interesuar në ndërtimin e qëndrueshëm i vizitojnë këto struktura jo për kuriozitet historik, por në kërkim të zgjidhjeve praktike për problemet aktuale lidhur me qëndrueshmërinë, efikasitetin energjetik dhe ndikimin mjedisor të reduktuar. Nëse ky dokumentar zgjoi kurreshtjen tuaj për njohuritë stërgjyshore që formësuan botën ton, konsideroni të regjistroheni në këtë kanal për të ndjekur më shumë hetime si kjo.
Çdo episod zhytet në histori të harruara, teknika të humbura dhe urtësi të ruajtur përmes shekujve. Lini një koment duke ndarë se çfarë ju surprizoi më shumë rreth ndërtuesve mesjetar, ose nëse njihni struktura të lashta në rajonin tuaj që meritojnë të eksplorohen. Pëlqejeni këtë video nëse ajo ndryshoi perspektivën tuaj mbi atë se çfarë do të thotë vërtet të ndërtosh për të zgjatur. Së bashku, mund të sigurojmë që kjo njohuri të mos humbas përsëri, por të transmetohet te brezat që do të vinë, ashtu si ata mjeshtër marangos mesjetar transmetuan teknikat e tyre përmes shekujve.